Demokratike të Kosovës, Ferhat Shala, ka thënë se shtrejntimi i sërishëm i energjisë elektrike do t'i dëmtojë rënd qytetarët dhe bizneset. Në një konferencë për media, Shala tha se qeveria aktuale, në emër të liberalizimit të tregut, po favorizon një grup të vogël të tregtarëve të energjisë, duke vënë barrën më të rënd mbi familjet dhe bizneset kosovare. Ai tha se në 5 vitet e fundit, qytetarët e Kosovës janë përballur disa herë me shtrejntimin e energjisë elektrike, të cilin sipas tij, kjo qeveri nuk ka bërë asnjë përpjekje për ta ndalur. Bizneset detyrohen të hyjnë në tregun e paqëndrueshëm, pa alternativë reale dhe me rrezikun e rritjes së kostove operacionale. Asnjë garanci nuk është dhënë se ky proces do të sjellë shërbime më cilësore për konsumatorët. Kjo rritje do të reflektojë edhe një inflacion të lartë me theks të veçantë në prodhimin vendor. Për Kosovën, ku tregu energjetik ka qenë shpesh subjekt i manipulimeve dhe skandaleve, ky hap është i rrezikshëm dhe i papërgjegjshëm. Shala tutje tha se Partia Demokratike e Kosovës do t'i përdorë të gjitha mjetët institucionale dhe ligjore për ta kundërshtuar këtë vendim të padrejtë, përfshirë kontestimin e tij në gjykatën kushtetuese. Nëpërmjet Facebookut, kryetari i AK-s Ramush Haradinaj ka kritikuar kryeministrin Albin Kurti për anulimin e kontratës, siç ka thënë ai të termocentralit të ri, që sipas tij ja ka humbur Kosovës 21 milion euro në arbitrazh. Sot, përballë krizës ekonomike dhe rritjes së çmimeve të çdo produkti jetik, qeveria e godet edhe një herë qytetarin me rritjen e çmimit të rrymës. Paralajmërimi i ZRE-s për shtrejntimin prej 15% nga 1 prilli është një goditje e rëndë për mirëqenien e familjeve kosovare dhe për ekonominë e vendit. Kjo qeveri është e paaftë dhe e rrezikshme. Prandaj Kosova ka nevojë për një udhëheqje që i mbron qytetarët, e jo që i dëmton ata, ka thënë Haradinaj. Edhe shoqata e industrisë së qumshtit të Kosovës ka kërkuar nga qeveria të ndërhyjë për të ndaluar rritjen e çmimit të energjisë elektrike, duke theksuar se kjo rritje do ta dëmtojë rënd sektorin e prodhimit të qumshtit. Në reagim thuhet se përveç rritjes së kostove për ambalazhimin e produktit dhe pagave të punëtorëve, industria e qumshtit tashmë po përballet me shpenzime të larta operative. Përfaqësuesit e shoqatës theksojnë se pavarësisht përpjekjeve për të ruajtur stabilitetin e çmimeve, një rritje e mëtejshme e tarifave të energjisë do t'i detyrojë ata të rrisin çmimet e produkteve të qumshtit.